Hapi tjetër është të shkundësh trupin. Sepse kur ne kemi atak paniku, trupi ka shumë tension edhe në formën e një energjie kinetike nga adrenalina. Dhe për të shkundur adrenalinën, unë gjithmonë e sugjeroj që të bëjmë disa shkundje, ose dhe aktivitet fizik nga ai lloji i cili është shumë i shpejtë, ai lloj aktiviteti fizik tip kardio, për 30 sekonda ta vendosësh trupin në një aktivitet të fuqishëm fizik. Dhe kjo e pastron trupin nga adrenalina, që është e grumbulluar brenda. Okej, bëjmë një ilustrim, si ishte kështu? Atëherë do ngrihemi tamam. Po ashtu më ngrihemi ne tamam. Do ngrihemi tamam dhe shkundjet janë të tilla, janë shumë terapeutike, sepse shërojnë dhe lirojnë sistemin nervor. Madje edhe nga traumat e së kaluarës. Qofse personi ka pasur trauma, i mban në si, kjo është një mënyrë për të liruar sistemin nervor. Po nuk na mungojnë asnjëherë jemi me tepër. Mund ta bëni çdo mëngjes, kur ngriheni në mëngjes, shkundi trupin, vendosni një muzikë dhe bëni lëvizje ashtu si ta ndjeni më mirë. Jepi, sa zët po bën. Gjitha traumat aty ke, jepi. Mund të sidomos ato muzika të cilat kanë ritëm të shpejt ose daulle nga Tahiti. Valle kosovare natyrë, apa. Hajde. Në rregull. Mirë, tani është okay, tani është perfekt.